Përshëndetje, Roma. Siri, mirë. Roma. Mirë. Siri, mirë. 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 Siri. Kujtë. Mirë. Shkemi. Mirë. Siri. Mirë. Ulemi tu. Shkemi. Mirë jam punë. Gjithë jam të angazhuar. Si që shohim dhe këtu, po vanga më të angazhuar. I kemi gjithë në monitorim, kështu se Big Brother. Zyrat e deleguar. Në deleguar që po merë në censusin në pëtërëngjim në këtë moment. Tani këtu është i zonë fakt që ka i specifik në raport me zonat tjera, sepse duke qenë se ka një zhvillim dinamik të fortë, edhe për partinë ka një lëvizje shpejt të organizatë. Pra ne kemi një organizatë me 22 fraksione. Shpeta më thënë këtu punojnë 360 antarë për një punë për 22.000 zjesësh. Edhe prandaj janë kështu sepse kalojnë 22.000 zjedhës listat zjedhore në rrallë gjithë, kush një FK. Kështu që me gjithë atë është i grup i konsoliduar edhe që njohin mirë një tjetrin, ka u bonë më kohë që punojmë me një tjetrin. Kemi bërë dhe rezultate mira edhe duhet ta mbajmë në këtë nivel. Tu janë 33.000 banor. 33.000 zjes. Po, se po është edhe diaspora tashmë që është hequr nga lista e vetuesve, 31 organizata. Struktura është konsoliduar, tani është fokusi në terren, edhe do bëjmë edhe një prezantim shumë shkurtër, po nga Vangjo, kështu që Vangjo. Ne këtu kemi përgatitur një platformë ku grumbullojmë informacione reale nga se na vijnë nga gjithë kolegët që janë në terren. Gjithsej si strukturë kemi 15 deleguar dhe 52 antarë, ndërsa 369 janë aktiv. Kemi përgatitur dhe një hartë ku ne përcaktojmë se si është terreni, dhe si do shikoni këtu kemi 1, 2, 3 organizata që janë të mëdhaja ose qendra votimi të mëdhaja dhe 537 që i kalon çdo tjetër. Më poshtë do të shikoni se ne në plan kemi 3 organizata të reja, poshtë kemi një organizatë që duhet të jetë vetëm me rini, pra organizatë minore, ndërkohë të tjerat janë organizata që janë eksistente dhe janë 31 në total. Për sa i përket zgjedhësve, kemi 31.904 në lagjen tonë dhe 1.523 janë votues për herë të parë. Duke në informacionin publik që kemi tek lista zgjedhore, kemi arritur të vijmë në një qasje votimi të kumoshave për të parë se si mund të afrohemi më shumë me njerëzit. Dhe nga referimet që janë bërë, kemi arritur të bëjmë në një hartë se nga vim të gjithë zgjedhësit, sepse ku kemi zgjedhës nga gjitha treguat e Shqipërisë. Në një platformë kemi përdorur për të grumbulluar dhe informacione për diasporën, dhe kjo na ka ndihmuar shumë që të arrijmë rezultate të mira, sepse kemi patur një mënyrë shumë precize se si do të adresoni çështjen. Gjithsej kemi leveruar 1.888 zgjedhës nga jashtë dhe nga këta janë regjistruar 1.864. Ne kemi përdorur dhe teknikën e konkurrencës së shëndetshme, sepse kemi delituar një grafik me deleguarit se si performon secili për të mundësuar le të themi për të maksimizuar sa më shumë rezultatin. Ndërkohë, për sa i përket procesit tjetër, ne gjithsej pra kemi këtë numër zgjedhësish. Objektivi i ynë është 12.164, ndërkohë këtu kemi ditët që na kujtojnë rregullisht se si po ecim edhe me kohën, sepse është një proces administrimi, është pra është një projekt që duhet administruar mirë me kohën. Gjithsej ne kemi këtë numër të identifikuarit, por kemi bërë një përplasje me të dhënat e 2023, që kemi njerëz të zgjedhës të identifikuar 23-25, 5.567, në cilët na pastaj kontaktojmë prapë për të parë se si është pra 5.567 janë të padranzhuar në 2023 dhe të verifikuar tani 1.200 sa është diferenca, janë 3 cilët verifikohen në fillim. Dhe këtu grafiku i fundit që ne shohim ritmin ditor, sepse do të shohim domethënë ku ka rënje dhe
rritje dhe ulje, ke pas datë 23 kemi pas si progres shumë të lartë për deklarimin, domethënë. Pastaj kemi shkuar 604, 500, 700 në vit. Gjithsej deri tani kemi identifikuar 6.382 të cilët kanë shprehur vullnetin, por dua të theksoj nuk janë të verifikuar. Pra, na janë deklaruar që kanë dëshirën, por nuk janë të verifikuar deri në detaj që të sigurohemi. Prandaj 3.352 ishte më rregullosht. Kjo 3.355. Ndërkohë këtu kemi po ashtu ritmin, pra ritmin e verifikimeve. Objektivin saj keni ju? 12.124. 12.124. Nga 8.000 të herës tjetër. Sepse është shtuar 9.000 zgjedhës. Është shtuar edhe në zgjedhje. Pra ne janë shtuar nga 2023 4 organizata. 3. Jo nga 2023, madje nga lista e parafundit. 4 organizata 3. Edhe prandaj kemi krijuar një organizatë 3 vetëm me rini. Do kemi një organizatë e cilës do ketë si antar mbi 30 vjeç. Se kemi mundësinë, pra, është organizatë e re. Edhe kemi thirrur gjithë rinin që të bashkohet një organizatë. Ju merrni me votustetar? Po. Kemi 800 votës të parë. Sa keni? 800. Kemi identifikuar deri tani 346 që përkasin PS1-shit. Kemi hyrë në PS2. Në fakt, ndryshe nga disa institute të tjera, falem mbështetjes të ekipit të deputetit, neve kemi aplikuar dhe një metodë tjetër përveç strukturës tradicionale të forumit. Kemi krijuar dhe një rrjet vullnetarësh që i bashkohet një muaj para kështu fshati, që ka qenë shumë i suksesshëm në vitin 2023. Ne do ta aplikojmë edhe këtë vit, që besoj se do ketë sukses dhe do shtojmë maksimizimin e votës për Partinë Socialiste, por sigurisht edhe për deputetët e zonës. Gjeri është kryetare që ka bërë asë ditë punë në shef. Shpërdat, është në punë Kryetare i partisë edhe është ditë natë ku në po unë ka përnuar e zërë që të jetë aktiv i fort. Sënë një është bashkëtare, Luanën e kemi luftëtar vjetër të sezonë, pasazh veteranësh, Kamelia Shete Shtabit, Fationi Delikur, Vanë Angjela, kemi koordinatorën e diasporës, Lefteri, luftarak dhe oficer dhe punëtori vjetë e partia, dhe është volejbolist që tenton të gjysë dhe Partinë Socialiste. O diasporën kush merr? Koordinatorë është Angela, po merrem gjithë. Sepse, si që thash, ne punojmë gjithë si grup për shkak të specifikës që ka zona. Pra ne punojmë me gjithë. Se është një organizatë me 22.000 zgjedhës. Dhe jemi detyruar që punojmë këtë mënyrë. Deri kur bëjmë një organizim territorial që duhet bërë për zgjedhje nuk i kapën. Nuk i kapën. Pra duhet hartëzuar. Punojmë disa plane me administrator, edhe ajo që thavam që kemi nxjerrë nga prejardhja, ne gjejmë koordinator për shembull për Fierin, vendosëm koordinator për Fierak, një koordinator për Beratës, dhe kishim takim me Beratës dhe me radhë, përse janë zona me homogjene këtu të ardhur, po kanë homogenitet në vendosje, dhe janë një me një tjetër. Është biseduar me bashkimin përpara për parkimet, se edhe ato për shkak të lejeve të komunës, famsh një bëshë dhe vetëm i katë, parkimin në tokë dhe ka një kep makinat që kapitës. Do fillojnë, ka një 2-3 projekte që për parkime publike, që të sistemohen rezidentet. Investime ka në infrastrukturë në blogjet maja banimi që janë rikualifikuar tërësisht edhe kjo rruga këtu që është e re, tërësisht e re. Që është zonë shumë dinamike, por që ka nevojë për organizim nga pikpamja e strukturës territoriale. Dhe deputetit se Rarindi përmes deputet sot edhe për 4 vjetë tjera. Për 4 vjetë duhet marri votat. Sa të marri votat, për najtë Po mërë, po mirë, nuk e ti Sa do t'i marri të votat dhe në qikë me shumë se objektivi. Sa jo 12 mishë. Ta që këtu është një zonë e ardhur nga të gjithë të arretet. Njerëzit e kuptojnë dhe e dinë kush punon dhe kush katron. Edhe me gjithë takimet që kemë bërë, me gjithë bisedat me njerëzit janë optimist, kanë besim në jura të parë, në deputetit zonës, në Partia Socialiste,
Edhe vota tyre është për Partinë Socialiste. Edhe me një fitore të thellë. Po, Këlenta si është këna ka këtu? Si është në krahasim me herën e kaluar? Në rënë është. Në rënë. Nuk dihet fare. Këta e dinë se që flasin, sepse e kanë me pulsin e terrenit, nuk e kanë me qefin. Duan është ndërlidhës komuniteti që ka një indikator shtesë matës. Po ti me qa me njerëzi? Shebe shtati. Ti e sheve shtabe? Po mirë. Shumë mirë. Me qa me njerëzi tu? Unë jemi deleguar zonën e Ysberishtit. Po ju qa bëni edhe? Deleguar jeni dhe ju? Zysha Diminet Kuqet Forë është kryetarë organizate, zonja tjetër është kryetarë organizate, Goca kryetarë organizate, Doda është i deleguar, Ylli futbollist i njohur e kemi deleguar, Shameti, Gendim është administrator i zonës, Mabesa kryetarë e grupës, Gjevarim e kemi kryetarë organizate, Efin aktivistët kalorë partisë. Ju keni këtu në një grup në një dhomë tjetër, se në të gjitha njësit ku kanë vajtë është dhe një dhomë që janë ca tjerë. Keni këtë ju këtu ca tjerë në dhomë? Nuk të regohet e o dhoma. A është dhoma e kodit nuklear. Kodit sekret. Po mirë, shumë mirë. Kjo zonë në fakt ka nevoj shumë për ndërhyrje. Ka shumë. Absolutisht. Ka shumë, se më bërë shumë ndërtime dhe ka shumë nevoj për ndërhyrje infrastrukturën në këtë pjesën e infrastrukturën e brendshme publike. Urbanizim. Po edhe kjo e parkimeve, kjo çështja e parkimeve është probleme dhe po bëjmë një program tani të kombinuar edhe me bashkinë edhe me AIC-n që se ka copza shtet tek këtu për copza që mund bëhet një sistem parkimesh publike nën dhe mbi toksore. T'jen kështu. Edhe mund t'jen godina të bukura, ose t'jen si simbole arkitektonike, edhe të mund të lehtësohet kjo çështja e makinave se të shkojë duke u rëndu. Sidomos këtu. Edhe këtu është mundësia. Jo, po kudo, të shkojë duke u rëndu. Patjetër. Edhe në pjesë caktuara të Tiranës është problem ai parkimi dysh. Edhe bëhet ajo e ngadalson gjithë trafikun, tani ndërkohë që do bëjmë edhe diçka tjetër që do t'ja heqim fare taksën e parkimit, domethënë taksën e ndërtimit parkimit. Domethënë që se ti ndërse se kalkulimi që është bërë dhe im sot është bërë njësoj, si ndërton parkim, si ndërton dyqan, si ndërton apartament, ti pagun të njën taks. Dhe kjo edhe e të kur ndërtusin ke llogaria, se thotë që ose e heqim taksin e parkimit, e të vajqim. Kjo e firmare. Atëherë, jo, që do bëj, thjesht do ketë Jo shumë. do ketë kostën e vetë, po s'do ketë një kosto ekstra nga taksa, edhe do jenë të nxitur të bëjnë më shumë parkime në të Po, besoj që do ta zgjidhim bukur këtë punë e parkime. Këtu para tradisë kishte një nga këta, se këtu ka pronar vjetë për shkak në zonën e Zberishtit. Edhe ishte super interesuar të bërë në tokë vetë të vëllim parkim. Sepse këtu ka një kërkesë Jo, të jashtëzakonshme. parkimet janë
Do jenë gjithmonë më fitimprurse, duhet me nxit këtë gjë, po e bëjmë një plan shumë bukur bashkë me bashkinë, edhe me AIC-n në fondin, edhe do vazhdojmë në këtë drejtim. Jemi duke punuar, siç e thatë edhe ju, t'i dekurajojmë që atë kënetën ta thajt dhe ta luzojmë. Patjetër që jemi optimist. Njësia ka të një Por i Luli, ka në i deputet tu, ka në i votues këtu? Si lem në me Ha? Si s'ka, po do t'a ketë do njësë? Do ta kemë nëse ti. S'dini kush është. Nuk duken dhe punë. Do më s'ka kandidat Luli, apo do t'a ketë do një gjithë Ha? Edhe më shumë përshtyve që e ka shumë frikë Bufit. E ka frikë Bufit, nuk e... Jo doktor, jo shoku, jo doktori, jo kërë, nuk... E thot në shuktor, ale ti me Bufit, ma le mua dhe ma hedhë mua në kjo gjithë. Për referencë, po jo se e ka frikë Bufit. Që e ka kështu si në anije kozmike. Në anije kozmike, kështu si... Se këve ndodhe edhe, se ka... Në more mëndër. Po jo, po ti mos e shiva ty shive poshtë. Si pa gravitet. Ashtë, ja, u balancua anija. Po, shumë mirë. Po shikoni jo këte. Ne e shikaj shumë mirë qarë, dhe digjem shumë mirë. Duke identifikuar votuesit e Partisë Socialiste, duke takuar dhe patronazhuar, për të arritur objektivin tonë për të 3500 votave të Partisë Socialiste. O s'kedi po ky Luli, ka në njëri atje më dha? Vetëm janë në gjuhë, nuk kemi pa një të zgjuar. Nuk ka deputet atje ky? Nuk kemi pa si deputet apo që kemi pa në të prezencë të Lulit. Po këta të kënetës si janë atje, janë aktiva, po... Këneta është ne. Mirë, falinderit shumë. Ju falenderoj ju për paratën dhe për inkurajimin. Po ky ç'është ky që më shef shumë i natë? Që ke këtë, oj fan, që ke këtë si diversantu. Më pafshim, që në barë. Po mirë, falinderit shumë. Falinderit shumë. Forca edhe. Hajde, në barë, më pafshim. Më pafshim. Mi pafshim, falinderit shumë. O, ta bëjmë fotografinë atë. Edhe me freshe. Dini për para tani të ta bëjmë. Këtu tani këtu në kjo. Gjithë gocat dhe... Marieta, po të kështë. Po du se zbjeti shërë dhe Dhe gocat dhe gratë gjitha. Hajde, dhe kamera. shërë. Shumë mirë. Falinderit shumë. Pesa ruan. Hajde një kërëtare në
në 2.3. Në dy sportistat futbollit. Perfekt. Gjatë, hajde e përën. Darent, hajde këtu darent, se gjeta një gjatë. Balancohemi. Hajde. Shumë mirë. Si ju dolet. Po, hajde. Po da, me një hajde për kakza, jo për shkurë, po për njërës. Hajde dhe një këtu. Hajde. Perfekt. Faleminderit. Shefja që nga gjurë. A e bëj një këtu. Në bashkë. Që kemi fotogram. Shotin konkurrenti një të hake i gjurë. Gregu nuk më në Ky është gregu më i mirë, nuk diskutohet. Në bashkë.